Përshëndetje shikues të radio televizionit 21, mi se takohemi edhe sonte bashkë me emisionin Një kafe me Labin. Uroj më të mirën për secilin prej juve që jeni në shtëpitë e juaja apo kudo që jeni duke na shikuar, edhe nëpërmjet kanalit ton zyrtar Një kafe me Labin në YouTube. Faleminderit secilit prej juve që klikoni, por mos harroni, bëni subscribe sepse gjërat e reja vijnë çdo ditë edhe ju mund t'i shikoni. Është kënaqësi që sonte jemi bashkë edhe duni falenderim shumë të madh për pavinin, për aromën e kafes që ma jep në studion e emisionit Një kafe me Labin, që është këtë rrugtim bashkë me mu. Faleminderit kompania Tafaj. E kur jemi tek pavini, kur jemi tek kompania Tafaj, pavinin e keni çdo lokal tuaj të Kosovës, cep, por është kompania Tafaj e cila për mirëmbajtje tashmë, sidomos pranvera po vjen, bashkëve t'juja, shtëpive t'juja, gjërave t'juja, por edhe me livru, edhe për me mbjell diçka, shkoni, vizitojni, sepse ja vlen mbi gjitha, janë gjitha produktet edhe me zbritje. Faleminderit që është pjesë e rrugtimit tem, pjesë e emisionit Një kafe me Labin. E i kam bodë restoranat ime për dasma, për me bo rezervimin e juj, film. Sidomos dhe të hapën, dhe mbyllun me gjama, mrekulli e Zotit. Kështu që shkojni edhe vizitojni, pse ju bëni pjesë. Mos me haru se sonte është nata shumë e gjatë. E mbani mend që javën e kalume ka qenë nata e Bajramit, dhe në fakt fes kemi pas bashkë këtu. I pari ishte Halil Kastrati, ku edhe ekskluzivisht për Një kafe me Labin tregoj datën që me datën 2 prill do t'jetë pikërisht në ditën ndërkombëtare të autizmit, do të bëhet gurthemeli, vendosja e gurthemelit, të asaj qendre që në fakt është qendra ma e madhe ndonjëherë që është realizuar prej jetimave të Ballkanit në Kosovë. Kështu që kisha dashur me shiku edhe pastaj mu këtu prap jemi bashkë me Një kafe me Labin. Na nuk ndahemi nga ju. Prej realizimit që në fakt njënën pjesë tjetë komplet dhe më tonë edhe projekti I cili në fakt ka mu realizu. Dhe isa fletë edhe Halili, një pjesë është Halili, një pjesë dhe më tonë është projekti në... Me qenë se jam në emisionin e parë pas asaj nate, po të jep edhe një lajm ekskluziv. Neve me datë 2 është dita botërore autizmit, edhe këti projekti I thojmë Bismillah, me emër Zotit, edhe qesim gurthemelin. Wow, të më tonë po bohë. Po bohë. Nderuar të pranishëm, zonja e Zotrin, vjen mirë shumë që jemi mbledhur sot bashkë këtu, e që jemi për një qëllim, që ta vendosim gurthemelin e një projekti shumë të rëndësishëm. Jam I lumtur që sot po ndodh kjo, jam I gëzuar që jam në mesin e juj, po edhe në mesin e miqve, sepse shumicën për jush ju njo, edhe bashkë kemi rrugtuar deri këtu. E uroj që këtë jetë një shembull I cili do të ndiqet edhe për të ardhmen, sepse vetëm kështu mund të ecim përpara. Lejoni që këtë fjalë rasti të filloj me një thënie të pejgamberit ton Muhammedit alayhi salam, I cili thotë:
nuk ka falendruar Zotin, ai i cili nuk falendron njerëzit. Ndaj me këtë rast, unë dëshiroj të falenderoj të gjithë ata të cilët u bën shkaktar dhe i shtyn proceset para që të vije deri te ky moment kaq i kërkuar me dekadat e tëra, me vitet e tëra, që edhe Kosova ta ketë një qendër sikur kjo qendër. Nëse unë dojë vetëm të shprehi kënaqësinë time, satisfaksionin tim për këtë iniciativë që duket se kemi fillu bashkë me Halilin dhe kemi kërku zgjidhje, kemi shëtit shumë vendet botës për me i pa këto qendra si funksionojnë dhe në fund jemi ndalë të ky projekt madhështor. Sigurisht do t'jetë qendra ma signifikative, mos thonë me e madhe, ja? Po ma profesionale në rajon. Të ardhë rrugës këte, po i thamë stafit tim, qysh nga pruni Zoti, gjithë këtë projekt me nisë, qysh e kemi nisë këtë punë para 16 vjetë. Po miftive tha një hadith të pejgamberit alayhis salatu wassalam, ai i cili nuk i falendron njerëzit se falendron edhe Zotin. Me njohje, falendrime për të gjithë ju. E tha dhe krye parlamentari, kur jemi bashk, mund bëjmë gjona dhe shumë të mëdha. Inshallah Zoti na bashkon gjithmonë. Faleminderit të gjithëve, e që tash me emër të Zotit, me bismillah, ka daldale, po e qesim gur themelin. Faleminderit edhe njerë Halilit, faleminderit gjithë donatorëve, faleminderit gjithë atyre kontribuzve të cilët fakt u mbledhen 8 milion. Por duke mos haruar, sepse edhe ju bizneset të cilët në fakt më shikoni nëpërmjet emisionit Një kafe me Lavin, mos haroni se mrenda 4 vitit mundeni me pas një qasje bashkë me jetimat e Ballkanit, me bëni marrëveshje, gjatë 4 vjetëve ato pare të cilat fakt i premtoni, edhe me i kry pagesën me këste. Kështu që gjatë 4 viteve, ju mundeni me pagu këstën të cilin e shpenzoni edhe jepni për këtë qendër, sepse mbi gjitha ja vlen. Ja vlen sepse është e mrekullueshme. Por, ja ka vlejt edhe projekti paraprak që ka qenë, sidomos shtëpia e pleqshve në Gjinës. Unë jam falenderues se cili prej donatorëve, sepse ata pleqsh që cilët jetojnë aty, fal jush, janë kushtet fenomenale, por mbi gjitha janë edhe stafi që kisha dashur një falenderim shumë të madh për Sarën, falenderit shumë të madh për gjithë ekipin e jetimave të Ballkanit, për mikpritjen që na bëjnë sidomos për festën e Bajramit. Unë tash javën e kaluar që e pamundshme me transmetu, sepse ishte e diele, e ne ishim të dielën, po e transmetoj sonte. Bashkë me Violeta Kukaj, ishim tek shtëpia e pleqshve në Qinas. Një atmosferë shumë e këndshme, por është edhe përjetimi i Violetës që vjen tek ju. Për me qenë bashkë me ju
gjatë ditës të Bajramit. Po dume një duar përkitje të madhe të fortë, me falenderu Violeta Kutaj, e cila është sot bashkë me juve. Kam kënaqësinë që për 2 herë jam në mesin tuaj, në këtë ditë veçantë, në festën e Fitër Bajramit. Ju uroj nga zemra Fitër Bajramin, respekt dhe falënderim i takon zotri Halil Kastratit, bashkë me gjithë ata që e ndihmuan për ndërtimin e këtij mostam objekti, po kësaj mrekullie që sot ju egzoni. Zoti është përbleft, po ashtu edhe gjithë stafin e kësaj shtëpie që përkujdesen për juve 24/7, për shëndetin tuaj, për gjithçka që juve ju nevojitet. Zoti është përbleft. Lavi faleminderit për ftesën, është hera dytë që jam në këtë mrekulli, në këtë shtëpi, që fillimisht du t'i falenderoj dhe respekt për Halil Kastratin dhe gjithë ata që kontribuan për ndërtimin dhe për realizimin e këtij projekti e kësaj madhështie. Po ashtu edhe për gjithë stafin që përkujdesen për këta njerëz, me gjitha nevojat që ata ju nevojiten atyne dhe i kërkojnë ata. Kështu që unë mendova që hera dytë do t'jetë ma e letë ndoshta, ose ma, nuk e di, ndoshta ma e rëndomë si në koncerte tjera, po njëjtë e përjetova, si herën e parë, një emocion interesant, një kënaqësi shumë e madhe. Nuk e di me asë një vend nështë kjo ditë e veçantë e festës Bajramit, kudo që të kisha shku me kënu, nuk e kisha zavendësu si para këtyne njerëzve me shpirt bardhë, që në sytë e tyne shumë qka. Po shpirti tyne reflekton, është e çuditshme, një dashuri, një butësi, një ngrohtësi që të bojnë për veti. Njëjtë e përjetova, isha shumë e lumtur dhe nderume që isha sot këtu. Moshën e dashurisë, kur I mbusha 20 vjet, me bimbje mora rrugën, ma shok për në gurbet. Me bimbje mora rrugën, ma shok për në gurbet. Mendoja, me zdimje shkujtoja, shkëlqinin sy qkave të saj. Ku humbi dashuria, si humbi lumturia, si bishke benitet ajo vajz.
mendoja, me zdimje shkujtoja shkëlqimin e syqave të saj. Ku humbi dashuria, si humbi lumturia, si vishket venitet ajo vajz. Dashurova sytë bukur, sytë djallëzisë, më harrove, më shkatrove moj, ma humberininë. Dashurova sytë bukur, sytë djallëzisë, më harrove, më shkatrove moj, ma humberininë. Qaje, spranoje të qeqje, por të risje si e marë moj, hajde, hajde, ti vetëm qaje, spranoje të qeqje, por të risje si e marë moj, hajde, hajde. Lot kam derdhur unë për ty, sa shumë ty të kam dashur, më mirë me ty dhe fukara se sa pa ty i pasur. Më mirë me ty dhe fukara se sa pa ty i pasur. Më mbar, po më mundon një dashuri, tash për çdo natë piraki edhe ven, çdo të që helmon, por mu po më ngushton, të lutem më ndihmo, se jetën ma shkatroj ky sharaf, sharaf, çdo got po të shoh për qafu e me të, si s'pate pak më shirë, me m'lanë në komat mirë, kur gjitha ty t'i dash, prej nga kjo pavesi, se një në tjetë harami ke Është kënaqësi me anis kësaj pjese të bisedës bashkë me këngë e bashkë me muzikë me dy zanat mrekullueshëm. Është kënaqësi, i ndëgjova Nënë Bi, hajdeni e ashit si vera, po e ta se pra vera erë, po si vera marë në studion e emisionit Një kafe me Labin. Neve na kënaqet, mu jano Përshëndetje. Është kënaqësi, apërditë është kënaqësi, se na me janën e shijumë, krejt, gjithë shkapim, edhe pjesën e parë. Kënaqësi është një pasë në studion e emisionit Një kafe me Labin. Gjithashtu kënaqësia është edhe jona, edhe gjithmonë pa hezitim, do më thonë, vim në emisionin tuaj. Mund po e qepi të qysh se gjithmonë po më duke që jemi rritë bashkë. Jemi rritë bashkë, kemi qenë bashkë, do më thonë gjatë gjithë kohës bashkë, në gjithdo aspekt, në gjithdo ultim, në gjithdo paraqitje, në gjithdo skenë, në gjithdo dasëm, në gjithdo përamje, të qysh jemi taku. Po e vërtet është Labi, se nështë edhe kretë këngëtare thonë, po edhe unë e thamë se një merit është edhe jotja, për, do më thonë, për karierën tonë, për çdo gjë që kemi arrit deri këtu. Për shkak se gjithmonë sa herë që kemi pas nevojë diçka me lansu një këngë ose me bë reklam, për shembull këngës tonë gjithmonë e kemi pas derën hap te Labi. Kështu që faleminderit shumë. Mu po më vjen mirë që në fakt ti fillove shumë më ti.
edhe erdhe dej këtu, po për që i merë edhe dytë me veti. Valoj, asën se kom besu. Asën nuk kom besu. Asën vetë se kom besu. Me thonë drejten, u konë shumë interesant me vajzën, se vajza ka fillu e para me kënu, do me thonë, edhe kur e kemi ndëgju për herë të parë, Labit po të regoj kështu që ne ishim, do me thonë, sezona e verës është me dasma. Zakonisht. Zakonisht. Edhe ishim Macedoni, në dasma, edhe kur u këthy më mëngjes, vajzës normal që ja kemi lonë gjithmonë një telefon edhe me full, me komuniku normal si prindi për fëmijën e vetë. Edhe kjo e kish marrë, kishin qizu një kongë, po e kish pas kënu aq mirë vetë, ka një qizu kështu, edhe se kemi ditë me thonë drejten që kjo kënon aq bukur. Por kur e kemi ndëgju, na kalon kështu pa fjallë, se aq zot bukur, aq vibrato të bukura, sa që nuk se di, se kemi besu. Po Zoti ja ka dhonë, kështu që nasja kemi imponu, kjo e ka dhunti prej Zotit. Gjithë shka dhe më thonë edhe fillimin që ndëgjume gjithë shkafi ke bashkë me Lumin edhe bashkë me Taulantin, ke 100% live, me një të regu se nuk është në studio, nuk është gjiru në studio kur gjo, nuk është playback, se zakonisht mendojnë. Drejten që mendojnë gjithmonë që është playback, sidomos për vajzën kur kënon, së është e mundër. Së është e mundër me konë live kjo. Po, am besoni që është live edhe gjithë shka. Po, së folin. Ma vonë, dëshmojnë. I bjenë është ta mu livdu shumë, se s'kam qef ashtu mu livdu, po është e vërtet. Mos në lorë Zoti pa vajza, po edhe pa vdjem, pa di hova shpia s'ka lezet. Të dytë se janë të dytë këtu, pa vajza i shala se linë Zoti kërkan. Se janë shumë të mira, janë shumë dashë nga për prindë, e dim gjithë. Unë shpesh herë e thëmë në temë diskutimi kështu me bashkëshorten, për shkak se ajo tash unë bëllë jam i kujdeshëm, po ama nuk jam me folë me nanën 2-3 herë në dite, ajo 2-3 herë në dite folë me nanën, kështu që na jena pak, na përtojmë, na 1 herë, 2 herë, me aftën, po. Po normal që e vrim na dhe në veti, se femna jem vete dhe kemi prindë dhe kështu që vajzat janë shumë të mira. Unë e di që mu rritë në frymën e muzikës, edhe me qenë pjesë e muzikës gjatë tërë kohës, e di që e trashëgon, po mbi gjitha është edhe vullneti. është edhe vullneti dashnia. E morët me vullnet edhe me dashnin hovin në fillimet e juja? Me vullnet po, tash e mendoj vetën para disa vitesh, për para se të filloja të këndoja, kam qenë tip shumë serios, privat, më ka interesu shumë shkolla, tërkohës në shkollë, duke o mundu të edukohem, të shkollohëm mënyrën sa më të mirë të mundshme. Edhe kur e kanë dëgju prindrit, si që e tha mami atë këngën që e pata kënduar unë, edhe kanë parë që me të vërtet kam talent, gjithmonë, do me thonë, e kanë përmendur që ti duhet vazhdosh me muzikë, edhe që atëherë, edhe unë e pata fituar një vetbesim, që mendoj si jam e mirë në këtë profesion, edhe që atëherë, do me thënë, edhe duke u rritur gjithmonë, duke dëgjuar muzikë, mami gjithmonë e pranishme, qofë në shtëpi, duke i bërë punët. Unë për i vrej edhe ndryshimet edhe tash pak ma e gjallë je. Andështë ta fajt edhe pak kofë dashnia. Një farë dhe dësimi, na. Po, pak ma e gjallë. Po, pak ma e gjallë, po. Në kodona para 2-3 vjetëve që ka qenë studion e emisionit, i ka me më labin që reke, po lavi. Po, e mendoj vetën atëherë, mendoj unë shumë serioze, shumë private, duke munduar të mendoj vetëm për vetën, jo të shfaqem në publik, jo të bëhem e famshme aqë më pak, po pastaj janë do më thënë dy anët, e do muzikën shumë, por nëse dëshiron të vazhdosh me këtë profesion, duhet i mendosh edhe anët negative, fama, do më thënë që i gjithmonë person publik, nuk i asë njëherë më e lirshme, si që ke qenë, nuk i ke privatsin tënde, për gjithë të gjënë këtë jetë... E dini prej momës, do më thënë, sa e letë ka qenë. Kështu që shkurt mendoj që po, e kam filluar me vullnet madhë, sepse kam ndjerë edhe unë jetën dashuri për muzikën, mirë po nga anë tjetër edhe me bisedat serioze që i kemi pasur me dy prindrit tonë, kemi kuptuar se me famën do të vinë, do shta edhe anët negative, por që gjdo profesion është i tillë. Jano?
Unë kam pos vullnet, se arsyeja u konë që edhe s'kum pos ku me shku. Dashtë e pa dashtë? Dashtë e pa dashtë. Prej si më konë, mi i vogël, tu ngu muzikë, tu ushtru demo këta, tu... Kështu që unë tani kum vendos pak një shkollë, pak më të lartë edhe mu shkollu për muzikë. Bravo. Kështu që nuk u konë diçka problem. Tash një puna e talentit të kështu zhvillohet, po... A mendon që mami e ka përkëdhejlë donën ma shumë se sa ty? Jo, mu. Jo. Dhe me tonë e kundërta. Jo, mu. E kundërta. Donë, ty babi ka ra. Qika babi. Qika babi. Po, qikat jo në qikat e babit. Me siguri, po. Qika babi. Edhe momit. Edhe... Labi. Ani është keq, Jano, për shkak që edhe këto dyjat, dhe më thonë për një ditë e kanë ditë linjen. Po këtë që mi koordinu këto grejt Qka? Ma mirë shpenzime, mos me vo. Edhe unë e kam diqka, dhe më thonë kështu që një rrugë e 2 punë tash, masi veç janisem. Janisim këto. Jano, mos më le vetë, shumurime për ty. Okej. Hajde. Shkojmë bashkë. Shumurime për ty. Shumurime për ty. Shumurime për ty dita. Shumurime për ty. Unë du... Faleminderit Leon, faleminderit Aulan, duni falenderim fillimit se jonë shumë dashëm. Falemderit shumë. Me fotografi që e ki postu, dhe me thonë, e ki uru, dhe me thonë, e ki uru vajzën, kështu që kjo është, po e vendosim, hajde, po e vendosim, këtu po e vendosim, se zakonisht... Shumë dhe pasi e bukur. Qëra. Wow, falemderit shumë. Mës hara, se krejt fotografi jetë është dikush të nuk hahet, po hahet. Se zakonisht po bëjke me ngjyrë edhe ish me orez. Me orez që po bëjke se më ka interesu, dhe me thonë, mi pytë, se shpesh herë dhe me thonë, na mendojmë që fotografia ku, a hahet, po. Kështu që është e kryme, për me bo adetin, tash për me qu diri në fund, po ma mirë shpehojnë fotografinë. për me qu adetin diri në fund, tamon që është duhet, si shpe, tamon. Pak nasie me festu 2 herë. 3, 2, ne shkojmë. Urime pa që fatë dhe këtë mira të Zotit. Inshallah gjithmonë festoni me të mira me gëzime. Shëndetin e pa që të mbi parim të pare, pastaj... Faleminderit shumë. Dhe prejna moment. Qashtë të vërë? Okej. Shumë falemderit. Po e marë vetëm që ta qështu. Okej. Që pastaj dhe më thonë, mas bisedes, gjysën e hajmë na këtu, gjysën e merë një me veti dhe këtë. Faleminderit shumë. Ta që po e qesë tamën kështu visa me të regu që është original, nuk o palë. Faleminderit shumë. Fret, e keni pirunat me Lenina, pak, se spjanisim mu prej këtu me torte, me sende, kështu që e heki, po mavë. Faleminderit shumë. Hajde. Mami. Mere më i ti? Shumë e mirë, Albi, falemderit shumë. Une, edhe javën e kalume, sa ambicinat i kom pas me Bajram ke, edhe kështu që edhe për Bajram tash. Po bre, në ra dhe Bajrami, afer edhe ditindja të dyjat, po shqytër Zotit me mbëlsirë. Me amel, Me që amel. ajo kryesorja ma. Qush është atmosfera në shpe? A këndoni të në kohën, a për lajnë na i herë jo? Pa i të dyja ka pak. Jo, vë s'ka me kanë më përlase. Bashkëshorti 2 fëmijë, a din? Po. Nuk kem edhe shumë ashtu. Pse më përla ma shumë nështë me qunin ka pak, se ka qunat e din, labi që pak ma. Qika është shumë ma e regullt, është shumë bondore, a djallin me kem pak për punë të shpis është.
Dhe më thonë ka shpia, ma shumë. Ka shpia, po. Robat i len një poshtë. Adin që shto, që si sene. Por që to sene të vogla, nuk kemë diqka të madhe që qërë zotit. Më falë, sinqerisht kështu, kur bisedoj me moshatarët e mi, qoftë vajza ose djem, është shumë interesant, se po gjithmonë pyesin si ka mundësi që e kalon aq mirë me të dy prindrit e to, si me mamin edhe me babin. Me të vërtet jemi shumë të afërt me njëri tjetrin, edhe unë jam shumë e lirshme, flas me dytë, domethënë shumë lirshëm, jam edukuar në atë mënyrë që t'jem e lirshme t'u tregoj çdo gjë dyve, jo vetëm mamit, mirë po edhe babit, edhe gjithmonë domethënë mahniten se si e kalojmë aq mirë, jemi si shokë e shoqe. Po, dhe krejt na thojnë ashtu. Si në profesion, si në shtëpi. Po nina pak mirë, se po më thojnë si mi pas shokë e shoqe fëmijët e tu, edhe pak normal. Adin, përbaj pak vetën ma. A për ditë shoqe ke? Shoqe, po kam shoqe shumë. Ke shoqe kolege? Kam edhe kolege, po jo që nështë rrim atë shumë me to, se ma tepër kur takuajme në përgjërimet e vitit ri, e kështu, jo, nuk e di, nuk kam ashtu raporte aq afërta me kolege. Gjithmonë kam qyrë ma tepër më marrë me familjen tem, me konë me familjen, kam shoshni jashtë profesionit, a kështu jo edhe aqë. Edhe pse i du, i respektoj gjitha. Ama, dhe më thonë, edhe shoqe edhe vajzë donën këtë rast. Donën e kam gjithë shka. Me këto dhe më thonë doj gjithë shka, çdo gjë që kam të mirën të keqen, çka kemi me bisedu, e bisedoj vetëm me... Do në mbanë mend ndaj sen që të kanë tonë për shembull kjo sa jo, po hajde, hajde, bimi qafto, okej, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit, po mërë kështu. Shumë faleminderit, Në aroma shumë e mirë. Edhe aromen të të na jep këtu. Shumë bukur. Inshallah veç për të mira edhe për gëzimin. Inshallah gjithmonë. Shumë faleminderit. Labi din me bëj çdo surprizë. Shumë faleminderit. Shumë bukur. Shpejlojmë mbi tavolin, për shkak që më falë. Dasha me të pyet, a mban mend ndaj moment domethënë kur ta kanë realizuar ndonjë dëshirë. Njëjtë bënu gati edhe për ty ka me qenë. Me të vërtet jo, nuk e di. Sinqerisht Donë, unë të komet bërë që e di, se kur e kone vogël e ke kërku një kukull pa flok. Edhe kur nuk ja kemi ble atë kukull, edhe halja e kam në menë, pse në kry, pse s'ja kemi ble. Tash po më vjen shumë pa lidhje me ja ble, se tash ja kisha ble, po pse atëherë jo? Nuk e di pse. Ato e kam halja më rinë kry gjithmonë. Kështu që... A diçka tjetër nuk ka që... Kështu që dona si vjetë shkanë, edhe inshallah Zot e gëzon, edhe mas andej kur borë gjyshe, kukullën ja qanë. Aq atëherë dohet pa tjetër. E përshtate me rima. Me rima, e dhe më tu. Që kena me folë pas pak, dhe me tonë, kena me folë pak për dasme, për ta... Hajde. A marë mend diqka që... A përshaj që ma me ju kujtu dhe më tonë? Po, mu më kujtu kështu, adin e momentit... Unë për vejti, synimet i kumë posë pak ma të pa rrethshme kështu. Jo të pa rrethshme, po më hoja shumë. Unë e kumë doshtë një Ferrari të kuq, edhe kur s'kumë posë asë leja, asë kur gjo. Kështu që jo që u kone pa rrethshme, po u kone një kërkes pa lidhin është, ha? Jo. Para kohë, se e konë shumë i vogël. Këto të voglat, krej, do më thonë, po kjo jo. Vetë ato. Kjo jo. Me thonë, tash, a më së bodë, më së orë që ajo... Që dijet. Nuk e dinë, dhe me thonë surprizë për ta gjojnë. Jo. Modeste një dhorotë. Në kësaj kutijes nuk po të japi, po i shfletoj unë. Gradualisht. A i mbanë mend fillimet kur fakt të qelë dryni edhe gjithë shkapi ece. Eca. Po. Më në fillimet e karierës time, edhe pse labe e kom pas shumë të vështirë, se kom fillu më një kohë në ashta shumë
kanë qenë vitet e 90-ta, e dim gjithë se si ka qenë situata dhe si s'kemi mujt me majta, ndoshta as koncerte si duhet, as gjë që me doltin pa para njerëzve, me të pa njerëzit. Muj me thonë që ka pas këngëtar që në atë kohë, do më thonë, i ka afirmu koha edhe qata këngëtari kanë ditë njerëz dhe qata i kanë dashtë. Për mu ka qenë shumë ma e vështirë, do më thonë, me dëpërtu në qatë kohë. Por, dashti Zoti, me disa normal koncerte që më kanë pa, ka majtë, do më thonë, në atë kohë dhe festivale, se festivalet kanë qenë që, do më thonë, ke pas edhe juri profesionale që të kanë vlerësu, edhe shqyqër Zoti, dashti Zoti, edhe meci e marë mirë, edhe kështu, jam këtu ku jam sot. Gjithmonë mendime në Zotit, familjarëve. I haron atë partë që të kanë dimu? A i haron? Po? Jo, si harroj asë njëherë. Jemi njës? Janë familjarët e mi mu i me thonë mas shumë, ti vlau jem që është marrë me mu, vlau jem i madhe, po. A i më kanë dimu, do më thonë, shumë në fillimet e mija. Gjithë familja, nuk e di, ka pas edhe këngëtar, paka shumë që më kanë dimu. Shaqe Cervadiku, Ilir Shaqiri në fillimet e mija, do më thonë, që kemi fillu me disa koncerte në për... Evropë? Jo, në Evropë, në Kosovë. Kosovë. Kosovë njëherë. E kështu më radhë, janë tani festivalet, që ka marrë pjesë në shumë festivale, në Polifest, edhe jam shpërbly çdo herë, kështu që kjo ka qenë ajo... Maj mend. Mon mend. Maj mend. Nuk është pak, do më thonë, janë prej vitit 95 që kam fillu karierën. Edhe pse kam fillu edhe shumë ma herët si fëmijë me kënu, që po t'i tregoj tash ato koncertet ma herët që kanë qenë. E kështu që ka qenë një rrugtimi gjatë, me batica, zbatica, me... periuda ndryshme. Po i përmend baticat, zbaticat, po i përmend gjithë shkafin dhe më të mërenda asaj, edhe gjatë jetës, gjatë rrugtimit, gjatë rrugës, dhe më tonë, gjdo njeri, dhe më tonë, ka diçka njetën e ti, që në fakt dënë me shkru. A ki shkru diçka për vetën tënde, për historinë tënde, për një moment të andin dhe me tonë që i ki pas, edhe me marë pritviq pas mos mikë për memorjes, ta kapi ta shkru. Vallaj, nuk e di, jo, s'po më kujtohet, s'kam shkrujt në i shka, po që me thoni moj men mirë se di sa vujtje kemi pas gjatë këti rrugtimi. Po një herë nuk jemi në s'kemi lonë kur gjo, bashkë me bashkëshortin tim që dhe me thoni jemi rritë bashkë, kemi rritë edhe në profesion, edhe në gjdo gjë, që kemi arritë, dhe më thonë, zbashko me bashkëshortin tim ku ka marrë deri këtu. Unë e di, dhe më thonë, raportet cilat janë mes juve dëve, dhe më thonë, janë jashtëzakonisht mira, dhe janë mbi gjitha njerëzore, e të kuptueshme, komunikueshme, edhe mbi gjitha me zgjidhje. Ka njerëz nështë që më kanë përkra, ka njerëz që s'më kanë përkra në atë kohë, dhe këmë prit nështë ma shumë prej kolegëve, tam prej këngëtarëve që dhe më thonë veç kanë qenë skena ata, ku me disa vite për para. Por nështë edhe nuk e ka marrë, s'ka marrë, po dashti Zoti prej punës, dhe më thonë kemi punu atë shumë, edhe kom pas vullnet ashtë madhë, edhe dashni për kongën, edhe kom ecë, edhe kom punu. I përmende, dhe më thonë, këngëtartë. Po. Edhe ndrove, dhe më thonë, me njëre me kolegë, edhe pi kolegëve doli të këngëtartë, apo kuptan? Edhe kështu. Unë thash, a ki shkru, masi vishë më kujtu, dhe më thonë këtë rapë. A ka na i emën të stradës, thash, unë vetëm, këngëtarëve, a ka na i emën që i kishë shkru, edhe kjo e ka gumën, për mëra pa që i kishë fshi. Me fshi. Më shkru e me fshi. Nuk e di, për s'kam pasë aqë raportit këqia me dikanën, po tam që s'kam pasë edhe aqë shumë kontakte, se s'kam dasht. Adin, normal që i respekte çdo gjë i kom dhonë, nashta s'ma kanë këthy mrapsht, po nuk moj me shkru diçka dhe me fshi, nuk di, s'jam ma si personi. Jo, a? Jo. Okej, Don, qufë të djemë të atje, se ki është koha për ty, dhe me thonë, për kongën tënde, edhe te fundit të në shkët vivjeq me mamen. Okej. E fundit, është këtu guma. Dhe me thonë që aje që e fshin. Po. Dhe me thonë, qufë, Don, shkoti atje, kur jemi tek guma, Po.
Gjatë kësaj periudhe, dhe me thonë, sa ki këndu edhe sa je kone për koncertën e për sanda, a ka na i vend që i kishe fshi? Pse më rekombo që ta dhe duhet me fshi? Na i koncert, na i... Koncert, a ki na i sen YouTube që e kishe fshi? A në YouTube? Po më ndaj përgjithsi, dhe me thonë, gjatë Nuk e di, bre, nashta, ka na i... se di. Na i kongë që ma heret, nashta së më ka pëlqy, tash së më pëlqen. S'po di, ka. Për momentin s'po më kujtohet diçka që kisha mujt me fshi. Edhe pse i du krejt kongët e mija, nuk ka kongë që... Thuje që ato, dhe me thonë se e shesë se ka me dhezë mas shumë të qëtarë. Po thua... E di që dhezë qëtarë mas shumë të, se qëtarë se thush diçka kesh për që ato e gjejnë e postojnë. Për një a, mobre? Jo. Jo, nuk kam diçka me fshi. Jam besoni, du krejt kongët e mija. Lobi, kam 30 albume, kam ofër 300 kongë të mijat, kështu që të gjitha i du, të gjitha... Nuk muj me thonë që kena të cilja e diçka kanë atë keqe, të miren e po. vetë, e kanë mesazhin e vetë, që gjithmonë jemi mundu me dhonë mesazh të mirë tek masa. Mu më ndajnë shpesh herë, më thënë, o në zëtë nga ki knaqë me ato emisionet e Katundit. Emisionet e Katundit e qytetit e... Po. Gjitha ato që nga kombojën të mijat. Nuk muj me nda asë njënën, asë muj me thonë për këta. Jo, Labi, nuk ka emisione ma të mira se sa tua, qështu që veç, inshallah, kishën det, jetë gjatë edhe vazhdojnë kështu. Faleminderit. A jeni gati jo? Po. 3, 2, 1, shkoj me donër. Hajde. Sa her në gëzime mbliven, njerëzia kur festojnë, po gënjishte mbalen preferojnë. E hidhe balën me gadalë, si zeza por si një njalë, kur valzon qudite një madë. E dridhe hudhe shamin me leze, e si një zane bukur po më vjen, e bukur është valja, kur kërce në sërkadja. E dridhe hudhe shamin me leze, e si një zane bukur po më vjen, e bukur është valja, kur kërce në sërkadja. Vale bukur dorë për dore, nusja por si lule bore, po gënishtja vale shekullore. E po gënishte vale bukur, e kërsen gjithë Shqipëria, me traditë është kjo nga qamëria. E dridhe hudhe shamin me leze, si një zane bukur po më vjen, e bukur është valja, kur kërce në sërkadja. E dridhe hudhe shamin me leze, si një zane bukur po më vjen, e bukur është valja, kur kërce në sërkadja. Hajde Donë, faleminderit shumë për vokalin mas partis të ka folë Zoti, e pas taj për tjera. Faleminderit juve për mundësin. A përshë bëllam qëfar dorate më ka dhonë Zoti për një kindit. Ku ka? Ku ka ma diçka ma të bukur se sa me dhonë një vajzë. Si Donën. Si E di që... Më nalë zoni, Elias. E di që pëse të nalë zoni, se dhone që tashim ka 12 vetë tash atona. Ha, mo bre njerë. Edhe pak dit bre, edhe pak dit bre. Vesh pak pusha ishte të... Edhe pak dit bre. Po, edhe pak, s'kanë metë, po. Shqyqër Zoti që e ka gjithë fatin e jetës vetë, dashtë Zoti t'jenë gjithmonë, të lumëtur, së bashku, e ka gjithë një djallë të mirë, i familjes mirë, lab najd, që shto kem qepë.
Don, Edhe... Gjermania nuk është si për para. Shpresoj. Se vinë jetojnë në Kosovë, qa ka lidhje? Nëse Nuk dojnë Gjermani, si u pëlqen atje. Ama besoj që stabilizohet, dhe me thonë edhe se cili kur e gjenë partnerin e jetës dhe në fakt edhe mundet me gjetë edhe rahatin edhe qëtësin. Ku do që t'jetojnë, Ku do që t'jetojnë. veç me kanë të lumë tër ta kenë shëndetin e mirë edhe kjo, më rëndësi. Kush ma shumë, ati ai po mërziteni? Valoj të dytë, po... Ai ma shumë, pesniku, valoj shumë po mërzitet, shumë edhe po nuk... Ka njerë se shprej, po ka njerë, po. Po që ati bëjsh. Nuk e dilja, bedhën e kam një lidhje shumë të fort me Donën, shumë është interesant. Gjdo gjë, kudo që është kjo, kudo që ka naj stres, naj nervoz, ka pas edhe në shkollë, si do mas kur u ka në studime, gjithmonë e kam dje. Edhe me njerë e kom thirë në telefon e i kom thonë Donë, qka së është në regull, diçka, mam qështu. E një, si të miren, si të keqen, si shdo sen, e një shumë. A kimi këndun ka na gjeqë? Valoj se besoj, s'moj me knulla për qik, nuk e di. Jam shumë e ndishme. Am beson si për qik, si për djallë, se di pse ashtu më vjen me qajt. Nuk e di, jam shumë e ndishme. Ama për qik, nuk e di, për qik dje që ma shumë. Se jemi mësu bashk, gjithmonë bashk, ku do që shkojmë bashk, ndasma, a e në gjithë pryshme, mramje, koncerte, ku do që dalim gjithmonë bashk, këthejme në shpi bashk, gjithdo sen bashk. Kur po flasim për gërbetin e për shkumjen tonë dhe atje, e keni një kanë gërbetit bashk. Ishala mundet, a për dita mja dalë po. Ishala mundet me këndu, ishala mundet. E zëshme po, qa me bo? Qa vi bajsh, qa di. Hajde. Nëse në djas parka. Erdi dita, nuk se po të përzjeli, t'ka lakmi moj qika e nonës, toka edhe qeli, me ma bo halalo i bi, që po më traton loti. Halaloj drita jem, e di që të mërziti, letë se kam asën me onda, prej dorës që mriti, sa herti mund ke uru, oj bitë prit fati, talat mira ti paq, hansh me luk dukati to, hansh me luk dukati. Veç me i than, nuk është maj që shukan, me ba mali me nara, vrena ditës muj me pa. Ky gurbeti veç me i than, nuk është maj që shukan, me ba me mkap një mërzi, për një kafe bite ti. Kap mërzia për një kafe. Dhe më thonë ti logaritet sot qësh është. 2 orë ki larë Gjermani për Prishtinës. Shumë vërtet që është shumë afer, po... Për para o konë shumë e pështinës. Nuk e di, është normal. Martesa e vajzës është ndishme, edhe kështu që s'po muj. Po bundona dhe më bo pak ma e fort, po... E di që po talëshon, dhe më thonë, rendin të shpia. A ka me ardhë me ndonës najkësh? Kësmet. A janë zënë vendin dikush donës a jo? Donës nuk mundet me janë zohë kërkush vendin, kjo ka vendin e vetë, po edhe nusën ka me dashëm. Nuk e di labe, kam një dashni shto shpirt, që ashtu e kam e pendjej, që ka me dashëm edhe rejen. Po thotë akoma pa ardhë. Akoma pa ardhë, akoma pa e ditë se kush është, se nuk e di kush është, hala. Ishala qëllën e mirë. Ishala qëllën e mirë, po s'ka qare, se nëse i prim vjera mirë, ka me kanë mirë. Vjera edhe familja. Zbesoj që ka nuset keqë, as vjerët keqë. Jo, e sidomos na, vjerat e dashit. Këtë më varet prej karakterit. Po, më varet. Dhe me thonë se pa marë parasysh, dhe me thonë që është donë dikush që
Më varet që shurri, qëfar fryme, qëfar edukate ka, qëfar... Adin, gjdo gjë është njësët prej familjes. Diçka për dasma? Live qështu që shjeni. Qështu që shjeni. Na kemi shumë. Kena shumë kohë. Shumë këngë tret. Ju tret, kështu diçka për dasma. Hajde nuse o ti arsi vera, mire amelio si caramella. Hajde nuse o ti arsi vera, mire amelio si caramella. Mirë se erdhe në shpinë tonë, moje bukura e vllauta, e sytë e mi kur ma mirë s'ka në pa, vllau pas na fake. Hajde nuse o ti arsi vera, mire amelo si caramella. Hajde nuse o ti arsi vera, mire amelo si caramella. Sa e bukur nuse pas ke qenë ti fati jem, deri në frym të fundi do të mbaj në zemrën tem. Sa shumë e dua nanën ombre treshën tem, ashtu do të dua nuse ty princesha jem. Hajde nuse o ti arsi vera, mire amelo si caramella. Hajde nuse o ti arsi vera, mire amelo si caramella. Në Shqipëria, aj të knu mu mishi kokër. Ej, falimderit, falimderit për atmosferën. Tash kështu, kur jemi këtu për dasmat, qësh jes me sezon? Qësh jeni me sezon? Mirë jem, se si çdo herë, mirë është. Mirë është. Po. Në të tonë, pritan kështu kur është dasma pas dasmës pas dasmës? Jo, Ola, bio nuk pritoj, se unë normal që qëtë profesion e kam edhe qëto e du me shpirt edhe nuk pritoj asnjëherë. Përgatitemi psiqikisht, fizikisht që dohet me i përfundu këto dasma pa tjetër, edhe dohet me konë mirë, dohet me rujt vetën, dhe më thonë çdo aspekt na i ftofje, na i diçka, veç asoj na i tutna, se asgjë tjetër. A ka ndodhur me i pas 2 data për një natë? Oh. 2 dasma mi marë? Për një natë? Jo, për një natë, jo. 2 dasma mi marë dhe mi 2 Labi, data. asnjëherë në jetë nuk na ka ndodhur, dhe më thonë qëto gjana. Kur, se kemi menaxherin shumë të mirë, shumë fortë edhe kur një jetë s'ka ndodhur. Menaxheri. Menaxherin e kemi shumë fortë edhe kur. Ai, po jo, dhe më thonë ai mirët me këto gjana edhe kur një jetë s'kena pas, asnjë dështim, asnjë, dhe më thonë, gabim ose diçka. Bravo. Po, ditën natën? E dasma ditën natën kemi pas, kam pas shumë Ka pas përpara. përpara shumë. Përpara shumë kam pas. Po e marrë shembull? Sot jo. Nuk i marrë, jo që s'ka dasma, se ka plot. Shumica nuk i marrin, Po për nuk shkak se i nuk po marë. mujnë. Nuk po mujnë, jo që nuk po mujnë, ashta mujnë, po ti nëse kënon ditën natën, qatit natës në ashta s'ka me konë, qaq mirë. Kështu që ma mirë po shajton ditën, flaj mirë, se këngëtari nëse nuk flan, nuk është zani mirë. Nashta e dini ju të gjithë që shkonin dasma, edhe veç kime nejt, me hongër me pi, edhe në mëngjes nuk kime mujt me folë. A ishen sabah, a ishen nakshom, a ishen dreka, këta dhëtë gjithë ka i kitë. Sa isha në ceremoninë kish, sa isha para restoranit. Po, e vërtit. Kështu që lap do të me shku me dhonë maksimumin, se njëherë njeri martohet edhe pa tjetër që duhet me konë. Sa konë. më shumë fa, më shumë përgjithësita. Për para, pa tjetër që ka pas famën në vetë, punëtore jashtë zakonshme, mirë po famën që e ka sot, është përgjithësi shumë e madhe edhe për këtë arsye gjithmonë e marrim
një dasëm për një ditë, jemi të 3 bashkë tash, 3 këngëtare dhe grupi jonë, edhe çdo gjë do më thonë shkon mirë, çdo gjë është organizuar, e koordinuar, secili e kemi pjesën tonë, mundohemi ta bëjmë në mënyrën më të mirë të mundshme. Të dytë janë punëtor, shumë të dytë edhe çuni edhe me të vërtetë dasmat përgjithësi shumë të ndaja. Patjetër edhe mbrëmjet edhe koncertet, mirë po duam që ajo dasëm të jetë e paharrueshme për atë qef, për atë familje, për ata mysafir, kështu që edhe kam qenë të bë pjesë që asaj dasme, me konë si familjare. Definitivisht, po që ajo mënyra më e mirë, po kyqe, po hynë në dasëm, edhe bëne pjesë e familjes, dasma ka me shku për Pa tjetër që ka me shku. Po nuk e gjete rrugën, nuk e gjete zgjidhjen me familjarët, atëherë mos ka me shku dasma kur qysh, do me thonë, deri më fund, e di edhe për përvojës, dhe më thonë, e di për përvojës, dhe më thonë, që shpesh herë, dhe më thonë, po kundërshtun diçka, nuk shkon... Kështu që e lapë gjdo dasë, mundohemi me dhanë maksimumin për i vetës. Kur njëtë nuk kam kursy asë njerë, për sa muj e sa di, kur s'kam kursy. Gjithmonë i mundu me konë që e dasëm sa ma mirë. Gjdo dasëm, për gjdo ditë kam pas qef me bo sa ma mirë të mundshme. Jo me thonë që tash s'po knoj ose që ato, adin? Po gjithmonë e këmë dhanë maksimumin zbashku, tash edhe me 2 fëmijët e mi. Nuk ka tash, po dona që 8 vite, do më thonë jemi bashk. Jano që 4-5 vite, edhe kjo ka fillu, kështu që jemi të 3 bashk. S'ka ma mirë se 2 krati kam tash të fort. Në 2 anë. Në 2 anë. Po du Janën, dhe më thonë, me pytë reagimin në shoqënisë. Dhe më thonë, kur u fute veç në botën e muzikës, tona, qysh kero, qysh preten, a thanë qka lypa, a thanë bravo, qysh kero, po. Në fakt, po, shqiptarët e dina, qysh jena, nojna. Para gjykojmë. Ne, të thojmë, të mirën, të keqen, e thojmë, pa ma për para, e thojmë, të keqen, ma sa dhe, e thojmë. Po, të mirat, shumë që kja e keqe, që gjithmonë t'i gjojnë ato të këshia, tas njëherë të mirën s'ta. Të fundit e thojmë të mirën, dhe me thojmë, të fundit a thojmë të mirën. Po, edhone, po menaj përgjigjin që ja ku mjep arsyen edhe pse që kjo konë që ta jep edhe ty, unë në Vulkani Zerë me punu s'moja, kejtë familja, muzik, edhe mos me ushtru as kur gjo, në vesh gjithë e kumë posë muzikën, kështu që... Dikush po më thëtë, a i bone milionat, ta shatë po pas bab 6 milionat të kam pas për i bone. Nuk bohet, nuk bohet, edhe ti. Se tili ka 2 milion i kena veç. Qka ka në furë diqka për juve treve? A ka në furë? Në furë. Po mendoj në furë për juve treve se a i bëma ki ka diqka për veti, kjo për veti, ti për veti, keni bashkë diqka. Po keme dhe bashkë, unë me qunin e kemi një në furë që po thuti. Do me thonë është të opjeka. është të opjek, besoj që shpeti, besoj që shko një 10 dit, edhe do të dekë kopa. A opjek balada, a opjek ritmi? Cëla? Ritmi. Ritëm, po. Ritëm është një kongë shumë e mirë, nonë e birë, shto që një farë komunikimi, një kongë shumë e mirë, besaj. Bravo. Po, edhe unë kam 2-3 këngë për para verës, në verë, është sidomos një këngë shumë e veçantë për mua, këtë herë do t'jetë e veçantë sepse kam kontribuar unë, e kam shkruar vetë, i kam zgjedhur temën edhe kam shkruar vetë, edhe mendoj që është një temë që i prek gjithë edhe do të pëlqejet shumë, shpresoj shumë që do të pëlqejet edhe mezi po pres ta shfaq tek publiku, do të dalë në verë. Mu po m'vjen mirë, e di që sezona është ngarkume, dhe më thonë, përpës me mamën? Unë e kam e bo një projekt diçka ekstra të mirë, jam të punu të Virusi. Okej. Me kënd? Vetë. Të tash mësë rrasë e shterina, mësë po vjenë. E dina që Virusi qysh bën muzike, orkestrime, kështu që... Do më thonë të Virusi sigur balot, po ka. Ekstra, balot, diçka po... diçka ritmik. Si balot ritmike, vedhen. Po menaj është e dhemshme, i thojna balot, po... diçka me... Pa dhe ritëm rëna. Se balot ritmike s'ka, vedhen. Diçka... Ullë është kalë, e me thani që është kësa. Fjallët janë pak ma... Fjallët janë. Ullë kojet shumë kësa, të me dhënë, s'ka sërë ma të mirë, të me dhënë. Po bashkëpunoj me kompozitorit më të mirë. Vazhdimisht jemi duke munduar të sjellim këngë të mira, mesazhe të mira, po bashkëpunojmë, si që thash, me kompozitorët jashtëzakonshëm më të mirët në trevat shqiptare,
po ashtu të jashtëzakonshëm. Mendoj që deri tani kemi sjell këngë shumë të mira, mirë po tani do të vinë disa edhe më të mira. Po uroj që me gjetë një afërdit atje edhe me dasht edhe me të pas afër. Faleminderit shumë, mendoj që e kam gjetë. Faleminderit shumë, patjetër mami nuk zëvendësohet asnjëherë, por që jam me të vërtet shumë e kënaqur me atë familjet mrekullueshme që e kam takuar, janë ashtu siç unë gjithmonë kam dashur. Faleminderit shumë nga ti për përkrajen e madhe, faleminderit shumë njerëzve që na duan, na përkrajen edhe ne. Unë personalisht po edhe ne i premtojmë që nuk do t'i zhgënjejmë asnjëherë, qoftë me këngë, qoftë me paraqitje, qoftë me interpretim e me çdo gjë. Faleminderit shumë. Faleminderit Labe dhe njerë. Shnetën edhe krejtë mira. Shumë faleminderit. Edhe një përshëndetje të madhe për atë dashnin tonde. Besnikun e përshëndesëm. Atë dashnin tonde. E falenderoj shumë. Besniku është i hatashëm. Faleminderit Besnik, faleminderit për bashkëpunimin për gjithçka. Ajde më thonë e kryn 50% e punës, ose edhe ma tepër, më thonë, që aj nuk shihet. Aj shihet e na dalim. Dhe më thonë, normal që unë e kënoj, po ka dhe punë tjera që nuk i shohim tjertë. Kështu që faleminderit shumë. Faleminderit shumë, apo qohesh me këta dhe më thonë, që kjo konga e fundit, po më do këtë kam i prek pak, ha? Apo qohesh me ta? Po, knaqësi, po. Po du mi në fund, dhe më thonë, mas jo quve që afërdita dhe më thonë me shku atje, juve dyve. Ma shumë mami ju flenë balada kur këndën, apo rritën? Dyjat, unë s'mund të ndaj. Ndaj njonen. Okej, balada. Balada. Univerzale është. Univerzale, dhe më thonë s'mundesh, ama njonen po, baladat a ritmin? O krejt, s'mundesh. O s'mundesh. Krejt. Bravo, janë në lejove. Kështu që unë për e thëmë që e bukur është. E ndëgjum me ritëm fillim, po përfundoj me balad, kështu që dyjat i këndon për mrekullitë Zotit. Që pata fat, e zgjodha ndarjen që vret më pak. Kaloj koha, kur diçka për ty kam ndje, dhe lotët që i kam derdh. S'do t'i fali asnjëherë, kush e ti, cash e di, je dashnor pa dashuri. Kush e ti, e kam kuptu, veç ke dasht me lujt me mu. Ti mos mendo se je i Zoti, që me ke pa me mpiku joti. Unë si vëm rap kërkuj, që bëlloj me zemër tuj. Me ke premtu shtigjeve tjetës, çdo herë të më kesh mua pran vetës. E në këto shtigje more djaj, unë kam etë se ti je ndaj. Më mirë aty ku je, me atje trë që e ke. Mos e merë qaf me shkatru, ja djek zemrën si kur mu. Më mirë aty ku je, zemrën të vend jo nuk e. T'kishe me ndu pak për mu, sot me mu kishe jetu. E mos t'u piftra kije, ku që ti mor djaliri, sa i bukur je. E mos t'u piftra
një shishe me raki. O hajde sonte mojnë të dy me I pi. Vetëm the të dua e ta shumë ke haruar, e ta shumë ke haruar. O ta la amanete, labi mos haro krejte, mos më haro krejte. A mu me kronë tash? Po. Unë thëmë, mësë më të haru, po kafja s'haran. Është qërë të kafja. Po. O të la amanete, Kafën mos me është, lonë. jo, kafja është të pjeke. Kafja është të pjeke. Faleminderit Leom, Vjos është kënaqësi. Kënaqësi është që jemi bashkë sonte në një kafe me Labin. Po ndalemi të kjo pjesë këtu ku jemi pjesën e dytë. Unë pëtëm faleminderit edhe njerë gjithë atyre shikuesve të cilët kanë qenë bashkë me emisionin një kafe me Labin, bashkë me radio televizionin një sënë. Faleminderit atyre të cilët reklamojnë produktet dhe biznesin. Pavini, aroma e kafës, e cila vjen në studion e emisionin një kafe me Labin, është Pavini. Kështu që faleminderit shumë, faleminderit për aromën e kafës që ma jep në studion e emisionit një kafe me Labin. Është kënaqësi Vjos. Edhe ja nisë me muzikë, me piano, kështu që ja nisë me kongën mas partit tonë, Me kongën tam, po. Po, ja nisë me kongën tonë me vujtë kështu. E masa ndej më stupif rakia e kuqe. Ma mirë kam 2 shishe me raki, ma mirë 2 shishe me domestos, me thonë, hajde, mi piki. Qëtë një kafe me domestos. Ej, jemi këtu, unë e di dhe më tonë që projekti ka ecë mirë. Ka ecë mirë, ka nga oprit mirë, të shpërnda mirë. Po, jashtëzakonisht është prit mirë. Unë jam shumë e kënaqur me realizimin e krejtë këtij projekti që kemi punu pagesë shumë, edhe jam shumë e lumtur që është pëlqy, po është shumë prik, e do më thonë, po presim hala që ecë ma shumë, po. Unë e di se sa e rëndësishme është një promovim, sa është një share, sa është një post, sa është, do më thonë, edhe përkraja e kolegëve, e njerëzve tu. Të kam përkra? Të kam bo share? Po. Edhe që kjo, po. A ti pëse se tash dalim të ajo pjesa, është shumë interesant që meqtë e mi edhe dashamirët e mi, dhe më tonë që edhe kolegët e mi, shoqënia, përgjithësi familja, mos të flasim, është kënaqësi kur ta bojnë share, sepse është një respekt që ta bojnë ty, po edhe projektin me shpërnda sa ma shumë. Po është interesant në një pjesë tjetër që befasona me disa kolegë që jemi shumë afër me ta, edhe veç që bojnë zemër ose like, edhe nuk e shpërndajnë. Unë nuk jem as i tipi që ju thamë, për shembull Labi, shpërndajmë ati kame, sepse nan jemi në këtë biznes, në këtë botë të artit, edhe nuk jem nevoj me ju thonë, të paktën është një kënaqësi kur ti shpërndajnë vetë, pa të lutur ty me shpërnda. Po është tjetra e mirë që ka njerë tëmë s'ka dertë, edhe pa ta po funksionoj, do më thonë, ka nga ecë, po nuk është e kënaqshme shumë, do të me qenë sa ma afër kolegët me zvete, sepse unë jam asi tipi që ata që më njojnë e din, unë e vish nëse shoh që ka, për shembull Labe, ka bu një projekt, unë jam asi tipi se di rëndësin e një sherit, do më thonë, të kangës, apo një qëfar do projekti që keti në jetën tone, edhe po, qa me bo, si janë krejt njerës njëjtë, ma mirë që si janë krejt njëjtë. E ka pas Gili një kangë? Apo që komendja të cilën? Gajde tjera tash më s'paqa, unë edhe pa ju knaqa. Kësuar. Hade për kësuar. Tri kolegë, po. Tri kolegë që delë me pi kafe me ta. Sa
Pa kolegë në kanë mytë. Ose që 3 kolegë që si që dalë kur me pi kafe me ta? Jo, që dalë kur. Zgjellën jonën, gërvesh dhe pita. Unë kam raporte me krejtë, kolegë të mi kam raporte shumë të mira. Nina e Bekume që më respektojnë krejtë, po dhe i respektoj. Ka shumë, do më thonë që muj me pi kafe, po nështë ta duhet pa tjetër me i përmen emrat? Po të 3 emra. Sepse të edhin që na... Interesan krejt, na tash kena him kafe, na jena në lafe muhabet, tash kena mi ma njerës dhe përgoj, Jo, s'pim... Nuk jena zonë as ti. Unë në gjëse, po në qofë si përmeni 3 emra, do me thonë, mos po mi dhënon ata tjerë, sepse ndështa me lapin pi kafe ma shumë, ma shpesh, po nuk është që nuk e shijaj kafen edhe me kolegë të tjerë që isha pak ma rallë, sepse jeta është bo dinamike dhe nuk është po na vjen shumë... I ki të reveta, i ki që i ki pak ma të veçantë. I ki ma të veçantë, dhe me tonë e din për shambull që kur del pin, tash unë po e marrë shambull, unë me tonë edhe publikisht. O labi, me krejt, me... Po thëmë, dhe me tonë, kafja me Big Mama për shambull për me mu është ma e veçantë, dhe me tonë se sa budalakinat sendet që bohën bashkë me të po, kafja me shkurtën është tjetër gjo, është ndështa sëtë dhe familjare, krejt komplet gjithë shkafi. Ma së ndemi anis kafja me Medën e me Sinan Hoxhe me këta, i kom këgja edhe unë, po esenca kryesore jonë disa prej njerëzve në fakt që i kemi, dhe më thënë, raportët ndështa që mujmë mu hapë ma shumë se sa që duhet. Me të ndrejtën unë me kolegë nuk është që hapë na shumë, për biznes, për punën tonë po jo dhe aqë komedicas, po nuk është që him shumë në detaje, sepse është një bot e egrë, edhe njerës nuk janë aqë që nështë jem hapë ma herët, kom qenë shumë e lirë, po e di që... E kanë këshpërdor? E kanë këshpërdor, po. Edhe nuk është në këshpërdorim komedicas, po paktën... Fjallë mas fjallë. Fjallë mas fjallë, bëllë, mjetë fanë mo. Të edhe këtë botën. Fjallë mas fjallë, bëllë, delë mo, delë. E kështu që... Edhe kur vjen të ti, nuk e në gjë. A vjen dhe më tonë? Po... Botë mirë. Botë mirë. Gajlje tjera më s'faqë. Po, gajlje tjera ta më s'faqë. Po t'inglonë shumë ashtu që shumë vrashtë nështë, po jeta, puna nga ka sprovu me shumë gjana që sa ma shumë që je pozitiv dhe drejt për drejt dhe korekt me kolegë, po thonë, me njerës. Kjo më bën përshtypje, pse nuk kthehet, do më thonë, ajo nështë dhe të fish ma shumë, po... Okej, po i lojmë kolegë, po i lojmë këta, do më thonë, po i lojmë botën e showbizit, po këthejnë aty. Me kënd ka marrë malli me pini kafe? Wow. Labi ti mja manjeret në shoqnin, unë e kam një shoqni jashtë zakonisht të mirë, edhe e kam një shoqen në Gjermani, ma kujtove tash, do më thonë që Limja është një shoqe, një person që mujmi të pak shoqe, po si motër e kam, që kur shkajt jonë pret jashtë zakonisht mirë, edhe është në tip që kemi një kimi shumë të përbashkët edhe kalojmë jashtë zakonisht mirë. Me të ndrejten, me ato më ka marrë malli me pi kafe, sepse nuk e kom pa një kohë gjatë, edhe tash më kujtu se ka dhe shoqe tjera, po mendoj pak ma largë të vendit që nështë se këtu nëse merë malli me tjirë, ty të tjirë dhe të s'kiqare më dalë. Po flasë jashtë Kosovës. Me kënë s'kishe dash me pi kur kafe? Wow. Nuk kisha me thonë ashtu që s'kisha dasht me pi kafe, sepse në qofë se ti ki një dëshirë me më taku, pambarësisht a kemi shumë raporte të mira apo jo, unë nuk jam asi tipi që refuzoj dhe të ignoroj, prap nuk kam qef me ju rejt njerës apo mës me ta vu qefin është një kafe me pi, por në jetën e përdeqme i klasifikoj njerës me konë ri dhe me konë pi kafe. Okej, dhe më tonë ka që e kishe... Po nëse më fton ti mu, edhe nëse s'du me pi kafe me ty, unë prapë thëmë, okej, nështë ta pi një gjysë kafe. Ka, një gjysë kafe. A komplet jo. A e ki pi në i herë, në i kafe,
që ti ke mendu që është kafja ma ëmbël për ty ka me konë dhe të ka dalë ma ethta që është e mundshme? Labi nuk e besoj që na njëre nuk e ka përjetu këtë sajnë. Po. Është normale kjo, sepse unë menej që çdo njeri të ndodhe dhe është shumë normale me të ndodhe. Nuk ndjesh mirë, po më ka ndodhë, po jo shpesh. Jo shpesh. Okej, kafja ma e mirë në cilin shtet ka qenë për ty? Në Greqi. Në Greqi. Pse në Greqi? Shumë e du Greqin, shkoj shumë shpesh, edhe frapeja e Greqisë më pëlqen shumë. Shija e kafes është ma e mirë që mu më pëlqen, shijoj kafen edhe jam person që në qofë së merë malli për kafe, që shem të najtë në lokale apo në shpe, apo ku dhe që jam, hypi keret e shkoj veç për një kafe me pi në Greqi. Dhe kom qef me shiju. Me shiju. Shpenzon? Heq në garderobë se shihesh kështu në postime se ende që ko gjaje? Adin qysha, nuk kisha me thonë që shpenzoj, po jo komedit sa që nuk ka rëndësi qmime të unë në qofë se unë ndina rahat, jam të pa komplekse dhe nuk jam e fascinu me mas markave. S'kam qenë asë njerë dhe nuk më duket logjike për mu personalisht. Po, në qofë se më pëlqen diçka moj me shpenzu pak ma shumë, po jo në atë masën që me tepru, po qka do që më pëlqen, nuk ka rëndësi çmimet, vetëm mua më pëlqen apo më rinë mirë edhe nuk e kam problem. A dim se e pa ta pytjen dhe me thonë a shpenzon se në vend, se te klipi fundit tu ka komentua e Polta se kushton shumë. Po. Që aty këtu do shta me dalë, ta të mujta. Okej. Po, ndëgjë tash për klipen a du të pak me investu pak ma shumë, sepse ja vlen edhe du të mu do pak ma ndryshë, nështë asë në jetën e përdeshme, edhe aty me të ndrejtën unë e kom bljat palët e Fortesa. Okej. Edhe ata që e frekuentojnë atë lokal, do më tonë e din çmimin e asaj paltës, po ja vlen, sepse unë shfryzem andej edhe mas klipit. Okej. E di që po vim në më tonë për pas kësaj kange, balad tash, në i kangë rritëm për shkak se po vim sezon të verës. A kina i bashkëpunima, në i sen? Bashkëpunime ka, po edhe vetë, do më thonë, kam kangë solo. Jam në përfundim të 2 projekteve, po herën tjetër më ndej ti tregoj se mos t'i shpalosi krejt ashtë bashkëpunimet e projektet. S'pa ta me shpalosi? Jo, s'pi shpalosi. Okej, po e po fokusomi të ky projekt. Sezonin e dasmës? Qështë e ki? Shumë mirë. Jo, super mirë e kam. Më thonë jam e rezervume edhe në 2026. Falë Zotit, jam mirë me data, po shëndetin pa tjetër, po faleminderit gjithë atyre që ma besojnë dasmën e ditë që është shumë rëndësishme për jetën e tënve, edhe kjo më bërë ma të lumtur në botë. E di që sezona ka me qku mirë edhe më parë, unë po të falenderoj jashtë mase që këshenë sot pjesë e emisionit Një Kafë me Labin. Dash Zotit që t'jemi përsëri bashkë edhe të flasim, për shkak që këto momente po i lose deri na sa po flasim këtë periudhë, Viç Balada ka fillu po e ndëgjoj domethënë, edhe shkon edhe për shikuesit e emisionit Një Kafë me Labin. Faleminderit Labi shumë për pritjen edhe ngrohtësinë që ma jep gjithmonë. Ti din që unë ndina këto super mirë edhe kënaqna gjithmonë me ty, po dhe jashtë emisioneve. Gëzoju që je person shumë pozitiv, e të njep energji shumë të mirë sa ardo që vi. A ma ki bu rafsh në jere, po është sot? Ka një herë. E me rajt, a më ki rajt në jere? Ja, me rajt jo. Jo. Okej, ndëgjojmë baladën. Ndëgjojmë baladën e Vjosës. Vish pak, para se me shku prap. Okej, po ndëgjohet balada, po mos t'i imbesim bërq. Kush e ka punu kangën, kush e ka punu tekstin, edhe kush e ka punu videoklipin që t'i përmendim diri sa po shkon kanga. Mos t'i haroj me i përmend bashkëpunëtor dhe mirë të projektit të kangës, e falendroj shumë një Ilirin, Ilir Saita, për kangën, për klipin, në fakt për videoklipin, që e kemi realizua ashtu qysh kemi dasht, për kangën dhe tekstin Ajm Çokiqi, për fustanin Arnor Aliu, Floko, i përmanim dhe këto dhe make-up, Andra Atelia dhe Dot Make-up,
Glow Studio, të cilët vazhdimisht janë pranë meje edhe janë të palodhshëm në projektet e mia. Okej, derisa falem gjysa e baladës na shkoj, që faleminderit shumë gjithë juve që keni punu bashkë me Vjosën edhe e ndjekim baladën. Vjosë, u pafshim për të mira. Miru pafshim, faleminderit. Uroj edhe besoj që një natë bukur e kemi pas bashkë edhe njëre. Faleminderit Pavinit, për duke mos i haruar asnjëherë Valone Fashion Group, Lavinot Gashin, Palma Clean, të cilët janë pjesë e pandarshme e imja, pjesë e emisionit Një Kafe me Labin, kompania Tafaj. Faleminderit edhe njëre, shkoni vizitoni për shkak se ja vlen. Magistralin, domethënë Suarek Prizren, është kompania Tafaj, aty mundeni me gjetë gjitha pajisjet që duhet për mirëmbajtjen, qoftë shtëpis, po i kam pru edhe do maqina, do sende, domethënë shumë të reja, edhe kisha të që ju të shkoni edhe ta vizitoni. Edhe çmimet janë shumë të vëllitshme. Astret, Hajdar, Fatos, Cincer, edhe Amdi, faleminderit shumë që ishit sonte bashkë me emisionin Një Kafe me Labin. Lumit, Taulantit, Ekremit, faleminderit shumë, faleminderit edhe musafirve, por mbi gjitha një falenderim shumë i veçantë është për juve. Shikues të emisionit Një Kafe me Labin të radio televizionit Nistëni, por edhe ju të YouTube-it pa tjetër. Pa që shëndet edhe këtë mirat e Zotit. Vazhdoni t'jeni bashkë me 2 minutë.